Pas sulmeve terroriste të ndodhura mbrëmjen e së martës në aeroportin Ataturk të Stambollit, e mërkura e gjeti aeroportin shqiptar Nën Tereza në masa të shumta sigurie. Komisariati i Rinasit, më njëherë pas sulmit terrorist në Stamboll, ka nisur procedurat për masa shtesë sigurie, ashtu siç ndodh pas çdo ngjarje në një aeroport evropian. Shefi i këtij komisariati Ermal Milori thekson se këto masa do të vijojnë dhe në ditët në vijim, ndërkohë që theksoi se udhëtimet e planifikuara Tiranë-Stamboll dhe Ana-Sjelltas janë anulluar deri në një vlerësim të dytë. Masat e dukshme janë patrullime më të shpeshta me qenë antieksploziv në ambientet jashtë terminalit dhe brenda terminalit, ndërsa planet ose masat e padukshme, le të themi, janë ato masa që konsistojnë në skanerimin akoma më të mirë të bagazheve dhe të pasagjerëve që udhtojnë. Aktualisht i flasim, janë anulluar ose kanceluar fluturimet nga Shqipëria në drejtim Stambollit dhe Ana-Sjelltas deri në një moment të dytë kur të vlerësohet që siguria është në parametrat normal për të zhvilluar fluturimet më teshme. Pas sulmeve terroriste të ndodhura në aeroportin Ataturk të Turqisë mbrëmjen e së martës, ditën e sotme, aeroporti shqiptar Nën Tereza është zgjuar në masa të rrepta sigurie. Euronews ka bërë një vëzhgim në këtë aeroport për të parë nëse qytetarët ndjehen të friksuar, dhe realisht ndjehen të friksuar dhe për një kohë të gjatë, udhëtimet e tyre drejt Stambollit janë anulluar. Në ratë parë, ndjem me fat që nuk e mbylla biletën dje, po e mbylla sot. Në ratë të dytë, shpresoj që mos ndodhi diçka tjetër, se besoj se prap nga Istanbulli do kaloj, mos shtohet numri i viktimave. Siguria sigurisht është shumë e lartë, po shpresojmë tani që agjencia të bëjë diçka që të shkojmë sa më të sigurt. Nuk do ta anulloni biletën tuaj? Jo, nuk do ta anulloj, duhet të shkoj patjetër. Stambolli prej vitesh ka qenë një ndër destinacionet kryesore për shqiptarët, por ngjarja tragjike e së martës ka bërë që shumë prej tyre të mos e preferojnë më atë. I kam programuar dhjetor në fakt dhe i ktheva nga Turqia, shkova në Barcelonë. Se dia, po thjesht kisha lexuar dikush që do bëhesh një sulm. Por për disa qytetarë të tjerë, sulmi në aeroportin Ataturk nuk duhet të shkaktojë frikë, ndaj dhe ata shprehen se nuk do ndalojnë udhëtimet e tyre drejt Turqisë. Jeni të friksuar mbas ngjarjeve që ndodhen ditën e djeshme në Stamboll? Jo, mbas trimërisë së kryeministrit kemi frikë ne? Jo. Pse? S'kemi të frikës. Situata e krijuar në aeroportin e Rinasit ku masat e sigurisë janë të mëdha, vjen pas sulmeve terroriste në aeroportin Ataturk në Stamboll, ku bilanci i viktimave dhe të plagosurve është tragjik.